Mbrëmja shikues të Klan Kosovës, të takohemi bashkë me emisionin Ora e fundit. Përshëndetje, miq të Klan Kosovës, sonte në ballë për ballë do të diskutohet për polisat kufitare që paguajnë mërgjimtarët që vinë në Kosovë. I ftuar është kryesuesi i delegacionit kosovar për kartonin e gjelbër në Bruksel, Rajen Pacolli. Ndërkaq në Kosova Direkt do të raportohet nga kryeqyteti, ku sot, pas iniciativës së disa qytetarëve e kryesuar nga gazetari Milot Hasimja, në një vend ku deri më tani hidheshin mbeturina, janë mbjellur lulet. Nga sporti, klubi futbollistik Llapi po shfaqet shumë ambicioz në përgatitjet për fillimin e sezonit të ri. Gjithashtu, gjatë kësaj kohe se do të jemi së bashku, do të kemi edhe shumë materiale të tjera të përgatitura, disa do të veçojmë tani. Tema e orës sonte i kushtohet procesit të legalizimit. Pse numri atyre që aplikuan për të legalizuar pronat e lë shumë për të dëshiruar? Çfarë thon pronarët e shtëpive e çka Ministria e Planifikimit Hapësinor do e mësojmë vetëm pas pak. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë omazhe në 17 vjetorin e vrasjes së 14 serbëve në Grack. Në përkujtimin që bëri për herë të parë, ai u pa i vetëm, ndërsa tha se duhet drejtësi për të gjitha viktimat. U duk që krerët e subjekteve politike në Shqipëri më në fund u dakorduan për reformat në drejtësi. Por më vonë doli se tëra kjo doli me disa probleme, pasi që kreu i PD-s Sulzim Basha ka dalë me kërkesa të reja. Këngëtarja e njohur kosovare me famë botërore Dua Lipa do të bëjë koncert me 9 gusht në parkun Ngërmia në kryeqytet. Koncerti do të ketë karakter humanitar. Me paratë e grumbulluara, Lipa do të krijojë fondacionin Sunny Hill. Komodita Home vjen me super ofertë deri 60% zbritje. Sa çarshafësh 100% pambuk nga brendi Tash prej 68 në 30 euro. Nxitoni, produktet janë të limituara. Komodita Home. U bë buj e madhe kur nisi, por procesi i legalizimit në Kosovë përfundimisht po del të jetë i dështuar. Kjo me qense, sipas statistikave, janë fare pak persona që kanë aplikuar për një gjë të tillë. Shtëpinë ndërtoi shumë vjet më parë, por Naser Azemi nga lagja Bajram Batiri në Prishtinë nuk e ka atë me leje. Ndonë se pati mundësi, ai nuk aplikoj fare për legalizimin e pronës së tij. Ky thot se i ka disa arsye pse nuk e bëri një gjë të tillë kur ishte afati. Këtu në këtë pjesën, këtë lagjen, kënej asnjë s'kan aplikuar për shkak të çmimeve që janë shumë të larta. Edhe sa i përket çmimeve, në do thotë këtu nuk ka kurfar infrastrukture që lypet mu bë legalizimi i pronave. Nuk kemi mungesë të rrjetit elektrik, është shumë i dopt, kemi mungesë të rrugës, tretore, kemi do thotë kurfar infrastrukture këtu nuk ka. Madje ky shton se nuk e ka ndërmend të interesohet për këtë çështje, derisa të mos jenë liruar çmimet. Me llogarit për afërsisht do thotë kjo shtëpi dikon për 1500 euro. Nuk ka shans do thotë, nuk është edhe të arsyeshme me bë legalizim. E sikur Naseri edhe shumë qytetarë të Kosovës e neglizhuan këtë proces, ndonë se afati për legalizimin e ndërtimeve pa leje kishte filluar në shkurt të 2014-ës, ku qenë regjistruar rreth 352.000 objekte pa leje, aplikimi ka qenë i vogël. Deri në shtator të 2015-ës kanë aplikuar vetëm 8.500 qytetarë. E këtë proces të legalizimit të iniciuar nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor në komunën e Prishtinës e cilësojnë të dështuar. Kemi pasur gjithsej 761 aplikime për legalizim, që është dukshëm numër i vogël në krahasim me 46.000 objekte pa leje të cilat janë të ndërtuara në komunën e Prishtinës. Përveç numrit të vogël të aplikuesve, në komunën e Prishtinës thonë se nuk kanë pasur staf të mjaftueshëm për të kryer këtë punë. Një prej sfidave të cilën e kemi pas në komunën e Prishtinës ka qenë numri i vogël i punëtorëve të cilin e kemi pas në dispozicion, sepse nga Ministria nuk na është lejuar që të marrim staf shtesë, edhe pse është dashur që të gjitha punët të kryhen për një afat të caktuar. Përveç kryeqytetit, telashe për legalizimin në ndërtimeve pa leje ka pasur edhe në komunën e Gjakovës. Edhe këtu numri i aplikimeve ishte i ulët. Ka pas një aplikim shumë dopt si konkret Kosovën. Nëse na i kemi 8530 dikun regjistrim, regjistri, listim ndërtimeve pa leje, deri në 250 ka qenë numri i aplikuesve për legalizim të objekteve.
ka përfundua afati 16 mars, na prap kemi, aty këtu vinë 2-3 kërkesa në javë, mirë po është afati përfunduar, cilat na nuk mundemi trajtu. Bejtullahu thot se duhet të ndryshohet ligji për legalizim, pasi që afatet kohore për aplikim nuk kanë qenë të qëlluara. Shumë ma shpejt duhet pak mi përshpejtu procedurat, mi ndryshu dhe mi plotësu ligjin e legalizimit, duhet mi pas në një mbështetje pak ma të fort për Ministrisë Mjedisit, qak nashta edhe mbështetje financiare, për me mujt me arrit mi përmbyll si proces. Edhe në komunën e Gjilanit ka pasur numër të vogël të aplikimit, ku gjatë këtij afati kohor kanë aplikuar vetëm 194 qytetarë. Kohën e aplikimit pasaj ose ndoshta s'kan qenë këtu, ose s'kan qenë të informuar, kanë ngesë, ose kanë dëgju fjallin që po ndryshon ligji, po zbutën procedurat, po liron takset. Vetëm në komunën e Prizrenit janë më të kënaqur me numrin e qytetarëve që aplikuan për legalizim prone. Por edhe këtu tregojnë arsyen pse disa nga qytetarët kanë hezituar për aplikim. Në momentin e lajmërimit të plotësim ndryshimit kemi pas shumë të lashe dhe kemi ende kemi nga qytetarët, mos është bindja e tyre që mos po ndryshohet në send, mos po ka në taks më lirë, mos po heket projekti të cilët është i parapame me ligj për trajtimin e ndërtimit për leje. Ndërkohë, organizata jo qeveritare Ecma Ndryshe thot se procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje ka dështuar për 2 arsye. Grupi i parë lidhet me kushtet që i parashet ligji për legalizim, duke filluar nga procedura, nga numri i dokumenteve që duhet përgatiten, nga çmimet e legalizimit, cilat në një forme janë konsideruar si të papërballueshme për qytetarët. Ndërsa arsyeja e dytë lidhet krejtput me mënyrën se si autoritetet e planifikimit në Kosovë i miratojnë ligjet dhe politikat. Njësoj është miratuar dhe ligji i legalizimeve, pa kurfar konsultimi me hisedarët e as me qytetarët, më thonë është prunë një ligj, pa kurfar konsultimi, i cili në fund përdel që është duke dështu. Se ka pasur paqartësi dhe se ky ligj ka rezultuar jo i suksesshëm, e pranojnë edhe në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit hapësinor. Foj, për shembull, ose arsyeja se pse, domethënë, ka ngecë mas implementimi mund të adresohet në atë, për shembull, se të çmimet e larta që s'ka mund të mi përballues. Tash këtu po rezultohet që ka qenë ky ligj, ka qenë një orientim jo fort i favorshëm për qytetarin. E në këtë institucion zotohen se janë duke punuar në projekt ligjin e ri, i cili do të thjeshtësoj procedurat e legalizimit. Tentohet që të shkohet që të kemi një taks të legalizimit afërsisht ka 1 euro për metër katror. Këtu e kam fjalën për sidomos për shtëpi familjare. Kjo do të jetë më e lehtë për qytetarët, kështu që do të shkojmë edhe në thjeshtësimin e dokumenteve, domethënë mos të kërkohen dokumentet pa nevojshme birokratike aty, të ketë vetëm dokumentet të cilat e shënojnë nxënien e hapësirës me objektin, kështu që të mësohet që objekti i tillë të regjistrohet në kadastër. Pavarësisht kësaj, organizata Ecma Ndryshe është skeptike se dhe ky projekt ligj do të jetë i suksesshëm. Nuk besoj që puna e çmimit ose dokumenteve ose procedurave nëse thjeshtohen ka me prunë fare ndikimin më të madh, sepse numrat tregojnë shumë. 350.000 ndërtime pa leje dhe vetëm 8.000 aplikime është diskrepancë shumë e madhe, është një lloj konsensusi në shoqëri për mos me u bind aty në rregullave që ju kanë imponuar pa kurfar konsultimi, kështu që pa e bë qytetarin me ndi që është pjesë e krejt politikave të planifikimit hapësinor, nuk besoj që ka mundruar diçka në qytetet tona. Por në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor thonë se hapi i ardhshëm do të rezultojë me më shumë suksese. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për herë të parë ka kujtuar viktimat e vrarë në Grazë të Lipjanit 17 vjet më parë. Ai bëri homazhe tek pllaka ku shkruan se masakrën e kryen terroristët shqiptar. Kjo është një vizitë unike që po e bën presidenti i Kosovës. Hashim Thaçi erdhi në Grazë të vjetër të Lipjanit për të nderuar 14 serbë të vrarë këtu. 17 vjet më parë pranë lapidaret të cilëve vendosje dhe lule, gjë që nuk e kishte bërë po aq kohë. Me këtë rast, shefi i shtetit dënoi krimin e rënd që kishte ndodhur këtu, pak javë pas përfundimit të luftës. Ky akt kriminal
ka qenë veprim, jo vetëm kundër viktimëve dhe familjarëve të tyre, por ka qenë një akt, një veprim edhe kundër lirisë dhe së ardhmës demokratike të saj. Asnjë serb nuk u pa të ketë pritur Thaçi në Grack. Zhivojnë shkeqe që tha se nuk do të ishte i sigurt nëse banorët do të atakonin presidentin sikur ta dinin që do vinte. Kërkush s'ka ditë që vjen Hashim Thaçi sot. Niko nije znao da će... Kërkush se ka ditë që vjen Hashim Thaçi, ndoshta do të delnin 10, ndoshta 20 ose 50% e njerëzve. Se di si do ta presnin, ndoshta dikush do ta gjuante me gur, ndoshta dikush do ta duar trokiste. Por kur kanë folur për mediat serbe, banorët kanë thënë se e kanë ditur që Thaçi do të vinte te memoriali i viktimave. Kryetari Grackës Zoran Cirković ka thënë se një këshilltar i Thaçit ka tentuar një natë më parë rreth 2 orë ta bindë atë dhe banorët tjerë ta presin mysafirin, kur ai të vinte këtu një natë më vonë. Por sipas tij, të gjitha familjet kanë refuzuar bashkë me të. Arsyetimi i dhënë ka qenë se nuk ishte momenti i duhur për këtë vizitë dhe se realizimi i saj do të acaronte edhe më tepër banorët e këtushëm. E veçanta e kësaj vizite është se Thaçi u përkul para një pllake përkujtimore që përmban fjali të rënda. Këtu duhet quhen viktimat të terrorit shqiptar, por edhe viktimat të agresionit të NATO-s. Me vizitën e Thaçit nuk u shfaq i kënaqur asnjë shqiptar i këtij fshati. Misi ata nuk po interesohen kurrë për popull, e nas po interesohen kurrë. Çfarë? 35 vjet kum punuar në Beograd, kur për penzie s'kam. Këta e kanë ndërzohen, ju bin mas, tonë se të na mas veç për vetim i muzje pa të heq. Pavarësisht mos pritjes së presidentit, serbët dhe shqiptarët që jetojnë në Grack po i ruajnë raportet e mira mes vete. Gledaj. Pijmo zajedno. Në vazhdim do të ndjekim një blok të shkurtër lajmesh, i cili na sjell ngjarjet kryesore që kanë shënuar ditën e sotme. Një takim mes Isa Mustafës, Hashim Thaçit e Aleksandar Vučićit ka avgjas të ndodh përsëri në Bruksel. Pet Thaçi, që tani do të jetë në cilësinë e presidentit të Kosovës, nuk e ka mohuar këtë mundësi të paralajmëruar një ditë më herët nga kryeministri serb. Thaçi me pak fjalë komentoi dhe deklaratën e kryeministrit serb Aleksandar Vučić, që të martën tha se nuk do të ndodhë demarkacioni i kufirit mes dy vendeve. E kur është fjala për demarkacionin me malin e Zi, shefi i shtetit u shpreh i bindur se debati i paralajmëruar për 3 gusht do të rezultojë me ratifikim. Kryeministri i vendit, Isa Mustafa, ka thënë se nuk ka asnjë opsion për rinegociimin e marrëveshjes për demarkacionin me malin e Zi. Mustafa, që këtë të martë vizitoi operatorin e sistemit transmisionit dhe tregut, i njohur si Kost, thotë se është e mirë vetëm për sqarim, tryeza e thirrur më 3 gusht për kufirin. Kështu, kryeministri e shprehu edhe një herë bindjen e tij që komisionin e krye me Murat Mehën e kreu punën më së miri. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka deklaruar sot se është arritur progres në proceset për vendosjen dhe konsolidimin e institucioneve shtetërore në veri të vendit në shumë fusha të rëndësishme, duke thënë se janë duke u bërë përgatitje intensive për rrumbullakimin e këtij procesi. Ndërkohë ka qëndruar edhe në Mitrovic, ku në një takim me kreun e komunës jugore dhe atë të Bashkisë Islame, u zotua për ndërtimin e xhamisë në veri të qytetit, pasi të jetë revitalizuar ura e Ibrit. Lëvizja vetëvendosje u ankua sot se pushteti po vazhdon me dëbimin e padrejtë të aktivistëve të saj që janë shtetas të Shqipërisë. E fundit që u ndalua në kufirin e Kosovës ishte Deona Mihajli dhe arsyetimi i policisë se Mihajli ka shkelur rendin publik e sigurinë publike për vëvën janë qesharake. Ndërkohë të martën, ministri i punëve të brendshme Skënder Hysseni, derisa po raportonte para Komisionit Mbikëqyrës Parlamentar, ka mohuar të ketë njohuri për një ndalesë të tillë. Ambasadori i Kosovës në Londër, Lirim Grejqevci, është vizituar nga dukesha e Cornwall për të festuar lidhjen miqësore mes dy vendeve. Në disa postime në Facebook, ambasadori Grejqevci ka thënë se kjo miqësi është bërë nga puna edhe Ideas Partnership, projekt ky që do t'i ndihmojë fëmijët e varfër, të cilët mbijetesën e sigurojnë nga mbledhja metaleve dhe plastikës. Ministri i infrastrukturës Lutvi Zhargu me bashkëpunëtor vizitoi komunën e Parteshit, ku takua me kryetarin e kësaj komune Dragan Nikolić. Me atë rast u nënshkrua memorandum bashkëpunimi për një investim në vlerë prej 120.000 euro. Një marrëveshje të tillë Zhargu nënshkroi edhe me kryetarin e Raniullugut, Gradimir Mikić, e cila do të përfitojë 150.137 euro. Banorët e rrugës Sejdi Kryeziu të lagjes Pejton në Prishtinë të mërkurën u alarmuan me dyshimin për një mjet shpërthyes. E më pas policia doli në vendin e ngjarjes, ku sipas banorëve të kësaj pjese e morën një çantë e cila ishte vendosur prapa një makine të tipit Mercedes. Por pas shikimit të parë të njësive nga policia e Kosovës, doli se aty kishte vetëm mbeturina.
Telekomi i Kosovës ka prezantuar produkte të reja. Ofertat për telefona smart përfshirë edhe pakon fillojnë nga 10 euro për telefonat më të lirë e deri në 99 euro në muaj për iPhone dhe Samsung. Një produkt tjetër është Vala Smart, e i cili sipas kryeshefit Agron Mustafa do të ketë çmime speciale ose lirime që sillen prej 50 deri në 999 euro. Në Vala u shpalosen edhe ofertat për më të vegjëlit. Do të shkojmë tani në Kamenicë, saktësisht në Rrogocis, buka banorëve po u shpërndahet shtëpi për shtëpi. Ka prej tyre që po e mirëpresin një gjë të tillë, por edhe që po kundërshtojnë. Këta të fundit janë kryesisht pronarët e dyqaneve, por edhe Inspektoriati i Tregtisë në Kamenicë po e kundërshton këtë gjë. Është ora 8 e mëngjesit, e këtu në Rrogocis shportat e qeset janë bërë gati. Të gjitha do të mbushen me bukët që i sjell shpërndarësi i tyre. Një gjë e tillë po u pëlqen banorëve të këtij fshati të Kamenicës. Unë jam i kënaqur normal, se mos më koni kënaqur se marr. Boj avans, paguaj 600 bukë, 1000 bukë paguaj përpara ky e bie, kjo është i rregull. Ka dhe të tillë që nuk pajtohen me këtë lloj shpërndarje, por çmimi më i lirë po i detyron të furnizohen kështu. Nuk guxon me shit bukën kështu. Pa marr parasysh. E ka vendin e caktuar ku është depo që ajo që si cilën shtëpi shkon e kthen bukën e ftoft për shembull e merr çetërkon, shkon ja vje për 10 cent. Menaxheri i furrës Sky, e cila është njëra nga shpërndarësit e bukës në shtëpi, thotë se janë të detyruar të veprojnë kështu. Përpara nuk u kon kjo që 2 vitet e fundit, po tu e pa kjo u kon e ndalueshme rrepsisht, po tu e pa që furra tjera e kanë pru këtë model, edhe me kthy, edhe me shit, edhe tash edhe na pa tjetër do të bëj. Bukën e shtëpi e shpërndan edhe furra kushtrimi. Mirë po pronari i saj Ilmi Duraj, i kontaktuar përmes telefonit, ka mohuar se e bëjnë këtë shpërndarje. E furra tjera që shpërndarin e vetme të bukës e kanë nëpër dyqane, po ankohen se dëmtohen shumë. I qojmë ofër 100 bukë ose 150, kthejnë të mbrapa 50 bukë, 70, 100, a kupton? Kështu që nuk kemi mundësi shembull ose ku me lona të bukë, ku me pesu. Të dëmtuar po deklarohen edhe pronarët e dyqaneve. Se di çfarë drejta po kanë rrugë me shkep. Na i paguajmë tatimet që kanë atakojnë, edhe mbrojtjes po kemi pikë kërkajt. Inspektorati i Tregtisë në Kamenicë, duke interpretuar ligjin e tregtisë së brendshme, thotë që buka nuk lejohet të shpërndahet nëpër shtëpi, pasi që nuk plotësohen kushtet. Ai mall duhet me pas me u shkruaj mirë pak deklaracionin e duhur, më përshkruaj për shembull sasia çmimi i kret, edhe me pas paketimin, atëherë ka marrëveshje në ofertën për konsumatorit mundet me shpërndar. Mirë, po këto raste nuk kanë të drejtë. Pisenja tha se inspektorët kanë dalë disa herë në teren, po nuk kanë hasur në shpërndarjen e bukës në këtë mënyrë. Ndërkohë në Prishtinë sot pati një aksion të komunës në një vend që deri më tani hidheshin mbeturinat, janë Bjell, Fidan dhe po pretendohet që të bëhet hapësirë gjelbruar. Dhe krejt kjo pas iniciativës dhe këmbënguljes disa qytetarëve përfshir kolegun ton Milot Hasimja. Më të rejat nga atje, nëse ende ka mbeturina apo jo, do të na sjell kolegu ynë tashmë i ri për orën e fundit, por jo për Klan Kosovën, Halil Berisha. Halil, mirëmbrëma, linja për ty tani. Përshëndetje Naile, përshëndetje për juve dhe gjithë shikues të Klan Kosovës. Pasi që cektë dhe ju jemi këtu në rrugën e Shkupit në lagjën e Veternikut, ku deri para disa ditëve këtu ka qenë një depo e madhe ilegale mbeturinave. Mirë po me aksionin e vullnetarëve nga kjo komunë dhe të iniciativës Ta ndihmojmë Kosovën dhe TIOFOR, janë larguar gjitha mbeturinat nga këtu. Mirë po sot edhe komuna e Prishtinës ka bërë një aksion ku ka mbjellë disa fidane. E për na folëm më shumë për këtë temë, për këtë problem, i kemi këtu drejtorin e shërbimeve publike, zotin Gent Begolli, kemi aktivistin, gazetarin dhe iniciatorin e këtij aksioni, zotin Milot Hasimja, si dhe kemi një vullnetar të iniciativës Ta ndihmojmë Kosovën, Valtan Karaxhiu. Ta pastrojmë Kosovën, më fal, Valtan Karaxhiu. Po do të filloj me juve Milot. Apo na tregoni kur e keni marrë këtë iniciativë dhe si ka qenë gjendja këtu? Gjendja normal që ka qenë për gjatë viteve ka qenë e keqe, se njerëz që kanë kalu kënena i kanë hudhur mbeturinat, po është shpeshtu, sidomos 3-4 muajt e fundit, nëse s'kem gabim,
edhe kemi pa kur janë hek ato kontat e mëdha të mbeturinave të cilat kanë qenë aty, edhe njerëz të cilët kanë, ose banorët këtu të cilët kanë jetu, i kanë hudhë, edhe është ardhur koha që nështë me fotografu pak, me postu një 2 muaj ditë, s'paku një 2 muaj, i kemi postu gjatë gjithë kohës, edhe gjatë postimeve ndryshme kemi bisedu me ta pastrojmë me Kosovën, me iniciatorët ose me vullnetarët e një kompanisë ose OJQ-s e cila për bën një punë enorme, shumë të madhe në Kosovë, jo vetëm Prishtinë, edhe ata u paraqetën, hajde pe nisim këtë aksionin me pastru këta, hajde po bëhem bashkë me neve, hajde pe thirrim edhe komunën, hajde edhe e pastrum këta, po unë atë ditë që kom tregu edhe në media, pa kom qenë i revoltum për faktin që pse s'ka pas edhe banor këtu, cilët vetë i kanë, shumica prej tyre i kanë hudhë mbeturina atë, që me pas, me ngrit vedijen, nëse e sheh për shembull një kujshit tu e hedh mbeturinën, i thumë se hodh, vjen ai tjetri edhe shpërndahet, është çështje e shpërndamjes fjalës, nëse s'jam gabim, le të më përmirësojnë edhe këta të tjerë, shpërndamjes fjalës mirë në një rreth, edhe po e shohim suksesin sot, që çfarë pamje ka sot, është i përngjan që me urrit bari edhe pak me të vërtetë i përngjan ai, se patëm bisedë edhe me Gentin, i përngjan një golf course ose një shtegu të golfit. Tepër mirë, unë jam një tepër i kënaqur sot me punën cilën mas pari e ka bo ta pastrojnë Kosovën, ka vazhdu masën me kompaninë të fort të cilët pa kompenzime kanë bu këtë pastrimin, pastaj ka vazhdu me komunën, në sfundmi po e shohim që edhe fidanet të cilat janë mjell këtu, edhe ka me pas edhe lula, edhe ka me pas edhe një ullëse, këtu premtime në Gentit, edhe s'kanë qare pa realizu se janë para televizionit, edhe une jam tepër i kënaqur. Jam i gëzuar që sot u bë kjo punë e madhe. Zoti Karagjo, sa ka qenë problem për ju dhe si keni rënë në kontakt me Milot Hasimin për me bën këtë aksion, këtë pastrim të kësaj deponie? Po, iniciativa ta pastrim Kosovën na njifëm me Milotën edhe më herët, njifëm edhe me Gentin, nuk kemi se snifëm, edhe komunikojmë për gjithë këtë farë bërlogun e madh që kemi në Kosovë, edhe provojmë i gjithë zgjidhje. Kemi përcjell se fakt në ka orë shumë mirë që ka iniciative një individi, jo në mirë të organizume. Nuk ka qenë iniciativë e nisë prej një OJQ, ose komune, ose kompanije pasim për thjesht. Modeli i Milotit, besoj që mund më përcjell edhe për tjetë, sidomos ta që janë dashamirë të mjedisit. Mandej ne kemi afru, kemi kontaktu, kemi bisedu se qysh muj me adresu këtë problem. Natyrisht edhe me Kent Begollin dhe Genti, drejtorisë për shërbime publike, na kanë ndihmu me sjell këtu kompaninë e pastrimit, edhe kështu ka rrjedhë krejt kjo ngjarje. Zoti Begolli, pse ka gjën keni marrë këtë veprim? Pse është dirë që do qytetar ose një aktivist si Milot Hasimja me bën një postim Facebook që jo më marrë me këtë problem? Faleminderit shumë. Këtu kanë qenë 2 kontinjerë të vendosur më herët. Kompania pastrimi, ndërmarrja publike e Prishtinës i ka larguar ato kontinjerë dhe qytetarët kanë vazhduar të hedhin mbeturinat në këtë pjesë. Gjatë kësaj kohë, domethënë 3-4 muaj të fundit, sa s'ka pas kontinjer, siç e tha dhe Miloti, është mbushur dhe është bërë deponi ilegale e mbeturinave. Ne tash kemi kontratë për që të largojmë të gjitha deponit në komunën e Prishtinës. Më herët i kemi bërë të gjitha në mënyrë vullnetare, së bashku me ta pasojmë Kosovën me qytetarët e Prishtinës, ku këtu i përshëndes dhe i falenderoj gjithë qytetarët Prishtinës, të përfshi edhe Milotin, ta pasojmë Kosovën për iniciativën dhe bashkënditjen të këtij aktiviteti. Ju sot e shihni që është një vend që duket shumë bukur, na ditë kam thënë në media që shumë shpejt ky vend do duket shumë bukur dhe ja e kemi arritur se duket mirë. E tash ti pas janë mbjell këto fidane dhe po duket ky vend bukur, a ka me pas vazhdim më shpesh
komunës në këtë pjesë? Unë besoj që inspekcioni i komunës së Prishtinës do ta bëjë punën e vet, po sigurisht që edhe ne si drejtori do përkujdesemi për këto pjesë. Ju dini që shumë pjesë të qytetit mirëmbahen dhe ka gjelbrim më shumë se çdo herë në qytetin e Prishtinës. Është e mjaftueshme, sigurisht se jo, se ne dojmë qytetin dhe besojmë që sa më shumë duhet të ketë gjelbrim në qytet. Mirë po ndonjëherë edhe financat e bëjnë të veten, mirë po ne do të jemi të përkushtuar në këtë punë. Nga këto publikisht e them jo vetëm premtimet që e kemi bërë këtu së bashku me të gjithë dhe i falenderoj të gjithë, mirë po ne deri me 1 tetor do t'i largojmë gjitha deponitë ilegale në komunën e Prishtinës. Aty ku ka mundësi që të bëhen parqe publike, do të bëhen parqe publike. Në vendet ku nuk ka mundësi parqe publike, zakonisht kemi edhe vende ku janë toka private, do të kërkojmë nga banorët që nëse na mundsojnë, ne të kontribojmë me parqen ato pjesë, nëse jo, ata t'i destinojmë për nevojat tyre, mirë po të mos keq përdoren nga qytetarët e Prishtinës. Gjithashtu, duhet së bashku gjithë të falenderojmë qytetarët e Prishtinës, që sot tash u bë 2 ditë që nuk e kanë hullë më asnjë mbeturinë. Domethënë që ka pas efekte gjithë kjo dhe shpresoj që do të vazhdoj dhe me tutje që të ketë efekt dhe mos të ketë mbeturina në këtë pjesë. Zoti Jasimi, pasi jemi të qytetarët, ju keni shprehë edhe revoltin e ju, pasi e keni pastruar, po a ditë kanë dalë se qytetarë që kanë humbur mbeturina këtu. Për çka po mendoni që po ndodh ky fenomen? Jo, ky fenomen po ndodh jo vetëm këtu, po ndodh në gjithë Kosovën. Unë isha njërin prej supermarketeve këtu në Prishtinë edhe një kont e mbeturinave 100 litra, që duhet 2-3 ditë për mi mush, po besoj, kushton 18,99 cent. Pse mos me pas se cila shtëpi para derës, këto. 2 është lidhja kontratës, nëse ki kontratën me një kompani të pastrimit, atëherë ti pagun për ato, 5,60 € pagun me mujit, ose ma pak, ose ma shumë, edhe ti në fundit dush me kërku llogari para asoj kompanije. Edhe atëherë më mbledh banorët, asoj lagjës, me shku në atë kompani caktuar, ku i paguajnë ato paret, me kërku që rruga e tyre me u pastru edhe me u heq ato kontat të mbeturinave. Sepse në kontakt me këta banorë të cilët i kemi pas, thuhet se nuk po vinë shpesh, edhe nuk ekzistojnë kontat. Atëherë unë ju tregoj që 18,99 cent kushton, edhe shkoni në kompaninë e cila duhet me pastru këto, shkoni kërkoni llogari. Nëse ata nuk rase hedhni në gjyq, për çato është gjykata, po të njëjtën kohë kemi pak kujdes për ambientin ku po jetojmë. Na nuk jena këtu sot për sot. Na kena me lënë dikujt na diçka. Faleminderit zoti Asimja, edhe një pyetje për zotin Begulli. Çka do të bëni me kolonat e gjata që po ndodhin në Prishtinë, pasi edhe është bllokuar rruga Luan Haradina për shkak të punimeve? Faleminderit shumë, temë krejt tjetër nga kjo pse më mbledhur sot, po gjithsesi është e rëndësishme të informojmë qytetarët e Prishtinës. Kolonat e gjata do të përfundojnë me datën 25 deri 27, sot kanë përfunduar punimet në gypin e Termokosit, ato punime i bën Termokosi, që është ndërmarrje publike e komunës së Prishtinës. Mas 25 nuk do të kesh shumë probleme. Problemet e komunikacionit në Prishtinë sigurisht që do të largohen edhe me linjën e re të trafikut urban ku ne presim autobuset. Gjithashtu jemi duke punuar në rregulloren e taksive, ku dhe taksi do të dihet se ku janë parkingjet e taksive dhe besoj që edhe në sinjalizimin e shumë pjesëve, ku më herët është edhe lajm ekskluziv sot që ne do ta bëjmë një trajtim të pjesës të xhamia Llapit, ku do të bëhet me semafora, e gjithë ajo pjesë ku do të kontribojë shumë në sigurinë e qytetarëve të Prishtinës. Faleminderit. I falenderojmë gjithë pjesëmarrësit që marrin pjesë këtu për emisionin e fundit. I falenderojmë edhe gjithë shikuesit e Klan Kosovës dhe natën e mirë. Natën e mirë. Mirë, Halel, faleminderit ty dhe mysafirët tu për këtë paraqitje në këtë orë të vonë. Por, kur jemi tek Prishtina, ankesa kanë edhe banorët e një rrugë. Në fakt, tek rruga Fitush Kukaj në kodrën e trimave, banorët po ankohen se u mungon infrastruktura, komuna po zotohet, se do të merret me hallën e tyre këtë vit. Kjo rruga së Mbajgor, kështu nuk është. Se në Mbajgor me shku shumë e mirë është në asfalt. Jetojnë në një lagje të krye qytetit, por ankohen se rruga e tyre është më e keqe se e zonave malore të Mitrovicës. Banorët e rrugës Fitush Kukaj në kodrën e trimave të Prishtinës thonë se komuna asnjëherë nuk u mor me përmirësimin e kësaj udhe. Çaq rrugë keqe që është 5 e 9, është hera 4 që kemi shtruar na vet.
Sa herë i adresuan ankesat në komunën e Prishtinës, banorët thonë se morën premtime, por kur nuk u krye punë. Në komunë, mas pakti që 20 herë që shkujmë. Qaq mirë që na presin, as me full nuk dhonë hapësirë. Jo, kjo është rregulluar, kjo është në projekt, kjo ka më rregulluar, ta na kërkon hiç. Në kësi kushtet e lashët të mëdha kanë edhe fëmijët. Këto s'di sa herë më kanë rrezu fëmija, këtë rrugë, edhe pe gojve, pe këtë të na, më ka du fëmi qua për të mije këtë muë. Hiq më lehtë nuk e kanë as ata që me vetura kalojnë këtej. Ma fort po mija i natit për vazhdimin ka tonë që kanë asfaltin dhere këty në Prishtinë, pak më keq. Por në komunën e Prishtinës tanë se kjo e shumë rrugë të tjera në lagjen Kodra e Trimave do të rregullohen këtë vit nga 3 kontratat aktive që ka hapur Drejtoria e Infrastrukturës. Në këtë kontratë është e përfshirë edhe rruga në fjalë dhe punimet do të vinë, por sa t'i vjen radha sepse ato janë duke u bërë pra me planet veprimit, të cilat dhe janë duke u punuar me faza. Dhe po sa t'i vjen radha edhe ajo rrugë do të riparohet deri në fund të vitit. Kjo rrugë prej 300 metrash lidhet me rrugën Gjon Sereqi, e cila është asfaltuar. Me një projekt në Ferizaj, banorët nuk janë fort të kënaqur, kjo pasi komuna i dha leje lokaleve që të vendosin karriget e tavolinat e tyre edhe në shesh. Hapësira për të lëvizur bulevardit është pothuajse sa e një trotuari. Arsye pse kjo hapësirë në sheshin e Ferizajt është zvogluar. Janë në njërën anë prezenca e shitësve ambulant e në anën tjetër tavolinat e karriget e kafeneve. Zënja e sheshit po shqetëson edhe qytetarët të këtushëm. Më mërmenja se nuk ka shej e mirë, nga se lëvizja qytetarët do t'jetë krejtësisht e lirë. Unë e mendoj se nuk është mirë. Qyteti do të më ka një lirë për njerëzit me qarkullua. Për dikë nuk është qetësuese vetëm kufizimi i hapësirës për lëvizje. Pengon edhe shumë tjerëve muzika e nalt tepër si lëshojnë për kafet. Ajo është marrë. Por ka edhe nga ata që kjo nuk paraqet problem. Jo, mu për vetë s'më pengojnë. Edhe në Gjermani është e njëjta, më me thonë. Zënja në këtyre hapësirave po e kundërshtojnë edhe në organizatën jo qeveritare Avonet. Ani pse kafiterit këndej pari kanë lejen e komunës për të operuar në shesh, sipas Kenan Gashit, ato duhet të rishikohen. Edhe ato vendime që kanë nxjerrë për lejimin e këtyne, duhet të shfuqëzoj sepse nuk i kontribon as pak qytetit dhe në një kohë as nuk i mundson qytetarin një lëvizje të lirë. Por në komunën e Ferizajt, zyrtarët e secilës nuk dëshën të flasin para kamerave. Mohojnë se bizneset këndej parit të i kalojnë leje mbi shfryzimin e hapësirës së lejuar. Madje zyrtarët e inspektoratit këtu premtuan se do të shtojnë masat mbi kontrollimin e këtyre hapësirave. Ujë rrugove, jepi ngjyrë verës. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Jemi tani bashkë me Antigonën në studio për të shikuar se çfarë moti do të kemi gjatë ditës së nesërme. Mirëmbrëma Antigona. Mirëmbrëma juve, mirëmbrëma gjithë shikuesve të orës së fundit. Atëherë nesër mbi vendin tonë pritet të mbajë mot i kthjellë dhe me rrezet e diellit gjatë gjithë ditës. Mitrovica edhe për ditën e nesërme do të jetë vendi më i freskët në mëngjes me 12 gradë Celsius dhe do vazhdojë drejt në 13 gradë në kryeqytet, kurse nga pjesa e dytë e ditës temperaturat do të ngriten ku do të shënojnë nga 26 gradë në Prizren, 27 gradë në Pej, kurse Gjakova me 3 gradë më shumë pritet të mbajë temperaturën më të lartë deri në fund të ditës me 30 gradë Celsius. Mot po ashtu i kthjellë dhe me rrezet e diellit pritet të mbajë edhe në Shqipëri. Vendi me temperaturë më të ulët në mëngjes, si gjithmonë do të jetë Korça me 10 gradë Celsius dhe do vazhdojë drejt në 15 gradë në Peshkopi, kurse nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat do të ngriten ku do të shënojnë nga 31 gradë në Tiranë, 32 gradë do të jetë maksimalja në Berat dhe Sarand, kurse Fieri me 1 gradë më shumë pritet të mbajë temperaturën më të lartë sa përket ditës së nesërme drejt në 33 gradë Celsius. Mirë, kaq sa i përket herës parë, ne do të shihemi prapë më vonë për shikuar parashikimin e motit edhe për rajon dhe Evropë.
Moti mundsohet nga uji rrugove. Kryesuesi I delegacionit kosovar për kartonin e gjelbër në Bruksel, Rahim Pacolli, ka kërkuar nga institucionet më të larta të shtetit që të heqin nga zbatimi policën kufitare për bashkëdhetarët tanë. Sipas tij, kjo po e dëmton Kosovën, andaj për dhënë më shumë sqarime pikërisht rreth kësaj teme, sonte I ftuar I Shkodran nga Irakut është vetë Rahim Pacolli. Shkodran, mirëmbrëma, po e kaloj linjën tek ju tani. Faleminderit shumë Naile, mirë se keni ardhur zoti Pacolli. E pam e lexuam gjatë ditës këtë letrën tuaj. Pse vje bashkë tani këtë kohë kur pak a shumë sezoni I mërgjimtarëve që vinë ka filluar që 3 javë thuajse. A është dashur më herë që ndërmirën këto masa për shembull prej fillimit të një korrikut, mos lidhet për një gushtit? Po, ju e dini që vitin e kaluar me kryeparlamentarin kem pas një iniciativë që kem bënë zbritje prej 50%-ve. Edhe mas asaj zbritjes dykun 30.000 automjete kanë ardhur më shumë Kosovë. Edhe kanë sjellë një buxhet shtetit Kosovës shumë më shumë se kur vinë 30.000 automjete domthonjë ka një familje me një automjet edhe atu kur rrinë 7 ditë qëndrojnë ose 10 ditë Kosovë harxojnë, domthonjë kanë pru më shumë buxhet, diku rreth 50 milionëve. Edhe në këtë vit na para 2 javë ditë më duket me kryeparlamentarin u takum edhe kërkum që me 20 sot domethënë të fillon me pagu online. Ne kërkum biro dhe teknikisht nuk kanë arrit me një kompani tjetër që në ato procedurat me fillu sot, edhe kjo për mua është shqetësues. A mund bëhet kjo online për pagesa e kësaj policës kufitare? Kem kërku, por akoma nuk kanë arrit me bëhe ato komisionet edhe njerëz adekuat që janë tajtive. Kështu që për mua është, po më duket e pa kuptim me... Ju s'po dëshoni as online, as fare me pagu, as në sportile? Unë mendoj që vitin e kaluar 2015 bashkëdhetarët kanë shkaktuar diku 1,5 milion dome që do të më I pagu ose që I kem pagu biroja. Unë mendoj që qeveria do të më marrë 1,5 milion I pagu çdo vjet ose 2 sot të I bojnë ata dhe fitimi është më I madh për arsye se rinia e bashkëdhetarëve tonë për Evropë që në shtetet evropiane janë duke bojkotuar më të madhen çdo 2-3 vjet e fundit Kosovën. Arsye po thoni se është kjo polica kufitare? Nuk është në pyetje veç polica kufitare, po është një malltretim se 15 euro. Vitin e kaluar kemi zbrit shumë. Por është një malltretim I madh se ata vinë shumë, tash mbrana 2 muajve vinë domon me numër shumë, edhe pritin e për kufi ka 1 orë e gjys. Ai malltretimi është që I bën ata me shku në tjera shtete në përpushime. Edhe faktikisht po dëmtohet buxheti I Kosovës. Se nëse na 50.000 automjete vinë më pak, aty vinë ata rrinë ka 10 ditë, për morëm një mesatare, do mënë që ndërën Kosovë, një familje 10 ditë do të mi harxhu 1.000 euro. Edhe këtu po pi hup qeveria Kosovës një qarkullim pi 50 ose 100 milionëve. Edhe nuk kanë rregull na me bojkotue që 16 vjet ose 17 vjet me vazhdu kështu, për arsye se nëse qeveria e Kosovës I merr dëmet me I paguhet të evropianëve, po thëmë, me targa evropiane që ka janë, këshilli edhe e njuhëm kartonin e gjelbër në teritorin e Kosovës, na mujmë me bisedu më njerë në shtatore dhe jam I bindën që këshilli birove ka me mirë prit edhe më na I boni mundësi që me vepruna, me pos drejten, domon me Kosova, me mbulu edhe Evropën, me pos kartonin e gjelbër. Por nëse na nuk bojmë në lëvizje dhe pritëm... Konsiderohet pengesë kjo, taksa tani, polica kufitare? Kjo është një pengesë e molle për arsye se bashkëdhetarët paguajnë këtu edhe shkojnë birot e veta ku janë atë shtetin, ku jetojnë atje, edhe kërkojnë mua mbërsumë, ju kthye, kanë bojnë probleme, domon këshilli birove u lull me neve, ka qenë shumë mirë relacione deri sa kem arrit marrëveshjen me Serbi, I kem bërë të kushtet që desht, ka shku mirë, tashin në këtë kohën e fundit nuk kem mujtë shumë me shku përpara për arsye se kem pas edhe ndryshimet domon të menaxherëve në biro edhe s'kem mujtë me vazhdu mirë. Unë e kom mendua që është domethënë veprimi më I mirë qeveria me marrë përsipër siç ka pa marrë para 2-3 vjete të para marrëveshjes me Serbi e kam fjalën. Unë duket 2-3 vjet radhës I ka paguar për Kosovën lindore. Zoti Pacolli, kur po thoni se janë rreth 1.5 milion euro dëme që shkaktuan brenda një vitit nga mërgjimtarët, sa ju merr shteti atyre nga këto policat kufitare?
kur vinë ata brenda një viti? Sa ka thënë ju? Shumë, unë mendoj që ashtu do t'jenë ndoshta 1 milion euro. E kam fjalën veç prej hyrave nga policat. Prej hyra merr shumë a shumë. Po tash është edhe një problem tjetër që duhet të sqaru. Që na për mu pajis ata me policat sigurimi kur hin territorin e Kosovës, na duhet një staf shumë të madh me post në gjitha pikat e Kosovës. Që ndiku ka 25 vjet çdo pikë se punojmë me ndrrime shumë, edhe kjo është një kost e madhe. Na vetëm rruga të stafit byros i kem diku 2 milionë e gjysë e më shumë. Në vetë, do më na paguajmë rruga shumë, edhe lekët e tyre shkojnë duke që kanë edhe drejt që pankohen. Për arsye se ata paguajnë një policë për këtë Evropën, ndoshta me një shumë pak më të madhe, po e mbulon një territor këtë Evropën. Gjitha shtetet kur vjen me një territor kaq të vogël do të mu maltratu në kufi, edhe është pak e zgjashme mu kuptu, por në mendoj që qeveria ka me hasë mirë kuptim edhe me pranua. Unë nëse qeveria është dakord me pranua kartonin e gjelbër evropian këtu, me marrë këtë borë, që ndoshta i duket shumë e ronë momentalisht, na vitin tjetër nuk të kemo këtë borë, por do të Kosova do të ketë kartonin e gjelbër. Kompanitë kosovare do të fitojnë shumë a shumë, se do t'i pajisin kosovarët me targat e Kosovës, do t'i pajisin me karton që shëkim që ta Shqipëri, Serbia, Maqedoninë, gjithë Evropën. A kene marrë një përgjigje ju në këtë letën që ju vini drejtuar sot krajeve më të lartë të shtetit? Jo, sot jo me këmë drejtu publikisht. A besoni që ka me marrë ndonjë hap tani pas kërkesës tuaj, po dhe pas kërkesave të shumë të mërgjimtarëve kur vinë? I kemi parë dhe gjua shpesher ato ankesat e tyre. Ata janë shumë të rëvërtu më thirën për ditë mua dhe janë nuk e kuptojnë. Si ju do këtë banalin këtë Evropën e kanë kur vinë në Kosovë, është një maltretimi madhë, do të mi kuptu se do të me pritë për Shto po në mendoj që qeveria ka me, jo mi bindo që kërë parlamentari dhe kryeministri kanë me kuptu edhe kanë me konë pozitiv. Që është disponimi kompanive tjera të sigurimit? Ju jeni drejtues si një kompani për të kompanive tjera, se kërë është bërë zbritja në atë kohë ka pas plot reagime, sepse po bëhet zbritja e kësaj tarife. Po ka pas reagime, po unë ju thashë edhe njerë, na nëse vazhdojmë kështu, po paguim shumë staf, edhe bashkëdhetarët ose qytetarët e Evropës që po vinë këtu, po paguin edhe po paguin nashta shumë atë moj edhe nuk po mujna me konë dëmonë rrhat dhe nuk po mujna me shku drejt kartonit gjelbër. Për arsye se Këshilli Birove nuk po na merr shumë seriose, për ata po bëhet një tollovi këtu. Mbrana 2 muajve kjo tollovi po shkon disa muaj për mu qetësu. Përveç sona bashkëdhetarët, përveç maltretimit që përmendet ju thonë që edhe po vjelemi. Po vjedhemi, ka pasur disa herë lloj reaksione këtyre. Se kuptojnë se ata e marrin një policë. Ju a besoni kështu, pak a shumë? Dëgjoj veç pak. Ata e marrin një policë, një vjetore, ndoshta 300 euro, për marrë kushtimisht, për krejt Evropën, që një territor sa 300 herë Kosova, kurse këtë territor ka që i vogël për 15 euro, shumë për ata dhe është e pakuptueshme. Edhe domthon na do të me unë mendoj nëse qeveria nuk na përkrona, na jesëm çështu që na me 17 vjet çdo vjet me të njëjtën. Problemi serios që është në Kosovë është të dëmet na paguajmë mbi 3 milion dëme të automjetit të Kosovës pa sigurim. Shkaktojnë aksidente edhe biroja do të mi trajtu nëpërmes fondit kompanit i paguajnë. Gjitha këtu është i... Ndërkohë që për mërgjimtarë vetëm 1.5 milion. Vetëm 1.5 milion edhe kjo është ndoshta qeveria, unë e kuptoj, pse i kom drejtu publike, se qeveria do të me kuptu e problemin. është problem dikush që nuk është në lamimus me kuptu. Problemi nuk është i madh me targat evropiane. Aksidentet nuk janë shumë të mëdha, aksidentet e mëdha edhe dëmi që bëhet kompanive të Kosovës ju bëhet me automjetet pa sigurim që në Kosovë. Shpesh po akuzohen mërgjimtarët se nuk dinë vozitin apo vozitin keq kur vinë në Kosovë. Tash nga kjo që po thoni ju po del që nuk janë ata shkaktarët kryesorë të aksidenteve. Mërgjimtarët po vinë prej Evropës deri në Kosovë, nuk po e thënë kryt kërko këtu po bojnë aksidente. Nuk e di, çdo njeri mund me bë aksident apo për sa ta është edhe policia e sigurimit. Faleminderit shumë zoti pastor. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe ju shikues të nderuar. Natën e mirë. Komodita Home vjen me super ofertë deri 60% zbritje. Sa çarshafësh 100% pambuk nga brendi Tash prej 68 në 30 euro. Nxitoni, produktet janë të limituara. Komodita Home. This is our city. All right? All of it. The whole damn place. Our territory. We're staking our claim. That we sell when we want, where we want. And we're gonna be kings. Understand?
Ang hip-hop nëse nuk e dini Andër Më shelin e sytë dhe prapë më shinit Ndjenja s'ki nëse sen s'ma filit Bitin e smuj si më veshëll dimnit Pse kom lonë se ki kuptu forën Liar Në bop me shënu teritorin King U këthy për andorin jom hatë se kom linë korek Flowën e këm kancer jom në roskop ga forën Ferëm që shdush Që shvjen ma let, që shvjen ma let Ferëm që shdush Dash ku jën pres, dash ku jën met Ferëm që shdush Që shvjen ma let, që shvjen ma let Ferëm që shdush Dash ku jën pres, dash ku jën met Rico, zgjidhje inteligjente. Për të gjithë ata që duan më shumë për këtë sezon, Grand Store sjell koleksionin e ri pranverë 2016. Dhuroni lumturi vetës me blerje në koleksionin e ri në të gjitha dyqanet e Grand Store të markave më të njohura botërore. Grand Store për gjithë familjen. Gjatë gjithë jetës time kam përdorur krema të gabuara për lëkurën time. Pas analizës tridimensionale të fytyrës, kuptova të gjitha tiparet e lëkurës. Bëra edhe analizën e detajuar të flokëve, përmirësova strukturën dhe parandalova rënjën e tyre. Më pas, bëra analizën e tërësishme të trupit, ku kuptova peshën ideale, sasinë muskulore, ujin në trup dhe moshën metabolike. Tash, e di sakt se si të kujdesem për trupin tim. Qendra dermatologjike estetika, bukuri e shëndetshme. Erdi vera mu qelën syt. Erdhën djali menusen për pushime bashkë me shpirtin e vogël. Ju hodh me vrap gjyshit në qafë. Na umbush shtëpia plot. Ama peng më mbeti kur ndezi Nikol televizorin. Ne na kishte mbaruar abonimi, kishte kohë. Po na e bëri djali dhe tani e pagua kemi çdo muaj me këste. Po kur e solli djali që ta shihte digital bin shpirti vogël në telefon, u çudita. U kënaq me të rrugës për në plazh. Na shkriu dhe pando. Ne e dinim se gjuante peshk, ai kishte marrë telefonin gocës dhe na shikonte futboll. Hajde, pando, hajde. E meroj peshku në grep. Edhe atë peshk, ja dha me vete shpirtit të vogël kurikan, që ta kishte kujtim nga pushimet në Shqipëri. Po doti që prap në habiti? Gjyshit, faleminderit pa beng-bengu. Bëj tani abonimin e plot 1 vjeçar me kontratë dhe paguaje me këste çdo muaj, në dyqan, bank ose online. Merre digital kudo me vete. Merre Shqipërinë kudo me Digitalb. Zbuloni mënyrën e re për të luajtur. Zbuloni teknologjinë e re të Playboy Skin Touch. Deodoranti i parë nga Playboy që aktivizohet në kontakt me lëkurën. Deodoranti i ri nga Playboy Touch to Play. Innovacion, Adidas Adipure Deo Anti-Djers. Me teknologjinë revolucionare për absorbim. 0% kri për alumini, 0% alkohol. Mbrojtje e qëndrueshme nga djersitja. Respektimi lëkurës. Anti-djers i parë me 0% kri për alumini. Adipure, bëhu gati. Blej shtëpin përmes kredis hipotekare me kushte preferenciale, ku shpenzimet notariale dhe sigurimin e hipotekës për vitin e parë i mbulojmë ne. Banka Raiffeisen, jeto më mirë. Është koha tani për informacionet nga Shqipëria dhe patjetër që do të fillojmë atë që është diskutuar jo vetëm gjatë ditës sotme, por gjithë këto ditë e fundit, dhe është marrëveshja për reformën në drejtësi, për cilën me gjithë se palët u aprovuan gjatë ditës sotme në duket se rruga drejt miratimit në parlament nuk do t'jetë edhe aq e lehtë. Mbledhja e negociatorëve rreth orës 20:30 minuta të së mërkurës për të hedhur në letër atë që palët
kishin rënë dakord, u përcoll me debate të ashpra. Burime nga LSI-a thanë se shkak për bllokimin e reformës është bërë një kërkesë përfaqësuesve të PS, sipas të cilëve formula e zgjedhjes së organeve kryesore në sistemin e drejtësisë dhe atyre që do të bëjnë vettingun të jetë të njëjtë. Ambasada e SBA-ve ka reaguar për këtë çështje, me anë të një deklarate thotë se është e zhgënjur që vrense pas deklarimit të një marrëveshje midis qeverisë dhe opozitës, kreu i opozitës Lulzim Basha ka paraqitur një kërkesë të re të papranueshme. Ky zhvillim i fundit na detyron të arrijmë në përfundimin se kjo është një përpjekje e qëllimshme nga kreu i opozitës për ta bllokuar këtë reformë. Paketa e reformës është gati dhe përmbush të gjitha standardet e Komisionit të Venecias, SBA-s dhe BE-s. Ndërkohë Partia Demokratike e Shqipërisë ka hedhur poshtë çdo pretendim se bllokimi i ndodhur orët e fundit vjen prej saj. PD-ja rikonfirmon se negociatorët Bylyk Bashi, Agashi dhe Manjani të anën brëma kanë rënë dakord që formula e propozimit hibrid për institucionet e vettingu do të përdoret edhe për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorial. Ndërkaq vetë ministri i drejtësisë, i cili është edhe negociator, Ylli Manjani, ka deklaruar se palët rënë dakord ditën e hënë për mënyrën se si do të votoheshin të gjitha institucionet e drejtësisë. Gjatë një komunikimi me mediat sonte, teksa mbledhja e Komisionit të posaçëm të reformës ishte bllokuar, Manjani tha se kishte pyetur negociatorin e PD-s, Bylyk Bashin dhe atë të PS-s, Agashin, të cilët i kishin konfirmuar se ishte gjetur një zgjidhje. Por në fakt, do të shohim tani se cila ishte ajo marrëveshje cilën e arritën fillimisht krerët e subjekteve politike, gjë që shtyri më pas edhe presidentin Bujar Nishani që ta përshëndet këtë konsensues. E ndjekim kronikën që na jep me detajet. Është arritur marrëveshja për reformën në drejtësi. Dy lideret e partive kryesore në Tiranë, Edi Rama i PS-s, që është edhe kryeministër aktual, dhe kreu i PD-s Lulzim Basha, u shprehën të kënaqur me këtë ide. Por as në këtë rast nuk harruan që të merren me njëri tjetrin. Basha e cilësoi këtë si fitoret e opozitës. Prandaj nuk jam lëkundur në asnjë çast. Jo për kryeneqësi, as për kokëfortësi, as për populizëm. Po sepse të hiqja dorë nga këto dy bindje, do të thotë për mua të hiqja dorë nga vetvetja. Por ndryshe foli kryeministri Rama. Partia Demokratike i është nështruar vullnetit të hekurt të popullit shqiptar dhe vullnetit të hekurt të partnerët tanë strategjik. Me këtë rast u bë e ditur se do të ketë ndryshime në Kushtetutën e Shqipërisë, ku do të bëhet një dispozitë tranzitore për këtë çështje. Rama tha se ky draft u bë ashtu siç edhe u kërkua. Nuk lëviz absolutisht asgjë për sa i përket dy çështjeve që mbajtën peng këtë proces deri në këto orë të fundit. Pranisë apo përfshirjes së operacionit ndërkombëtar të monitorimit në Kushtetut dhe rolit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Ndërsa Basha tregoi rolin që do të ketë operacioni ndërkombëtar në procesin e reformës në drejtësi. Roli i misionit ndërkombëtar do të jetë një rol rekomandues, vendimarrja mbetet tërësisht në duart e institucioneve shqiptare. Pavarësisht krejt këtyre, të dy lideret falenderuan popullin shqiptar për mbështetje, duke ju premtuar se për të mirën e vendit do të tejkalohen edhe dallimet politike mes tyre. Sot përfundimisht është arritur marrëveshje mes grupeve të 4 partive politike të Maqedonisë për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, raportojnë kështu mediat e atjeshme. Pas përfundimit të takimit, përfaqësuesi nga BDI-ja Artan Grupi deklaroi se marrëveshja politike mes partive politike pjesëmarrëse të marrëveshjes së Përzhinos është arritur dhe partitë pjesëmarrëse i ofruan përfundimisht qëndrimet e tyre. Grupi madje theksoi se në marrëveshje është saktësuar se zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 11 dhjetor. Për qaste më parë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur gjendet të jashtëzakonshme në shtetin e Turqisë për 3 muajt në vijim pas kryeushtetit të dështuar natën e së premtes. Këtë njoftim ai dha pas një mbledhje të gjatë në Ankara me kabinetin e tij.
Zëndja e zakonshme është nevojshme në mënyrë për të hequr këtë kërcënim sa më shpejt të jetë e mundur, ka thënë kështu Erdogan, duke shtuar se do të forcoj vlerat e demokracisë, sundimin e ligjit dhe lirisë. BBC njofton se presidenti ka vlerësuar ata që u vranë duke luftuar kundër grushtetit si dëshmor. Një shpërthim në qytetin jugor të Jemenit në Aden la të vrarë 4 ushtarë, ndërsa edhe 6 të tjerë u plagasën. Autoritetet e sigurisë atje thanë se sulmi u krye nga militantët e Shtetit Islamik, edhe këta të fundit e pranuan se qëndrojnë prapa këtij akti. Kjo konfirmuan nga agjencia Amash, e njohur si e afërt me ISIS-in. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes deklaruan për Reuters se shpërthimi ndodhi në një pikë kontrolli në zonën qendrore Kaltex të qytetit. Atë e kriju një kamikaze veshur me një jelek shpërthyes. Qyteti i Adenit ka qenë cak i disa sulmeve nga Shteti Islamik dhe Al-Qaida, që nga marsi vitit të kaluar, kur edhe filloi lufta civile atje, të paktën 6400 persona kanë humbur jetën, ndërsa vendi gjendet në një krizë të madhe humanitare. Arritëm kështu tek koha për të informuar me informacionet nga sporti dhe për më shumë do të na informoj Emanueli në studion e tij. Mirëmbrëma Emanuel. Mirëmbrëma. Do të nisim me Llapin, pasi që me ambicie të mëdha e ka nisur sezonin e ri ky klub, duke filluar kështu përgatitjet. Skuadra nga Podujeva ka marrë premtimet që ndeshjet e edicionit 2016-2017 do të zhvillojnë në stadiumin e rinovuar, edhe pse përfundimi i punimeve s'duket në horizont. Nuk ka ndryshuar gjendjen që 2 vite. Nga zhagitet e punimeve në stadiumin e qytetit të Podujevës, më së shumti po vuan skuadra e Llapit. Kjo është gjendja e stadiumit Zer Pajaziti këtu në Podujevë. Edhe pse 2 vite kanë filluar renovimi i këtij stadiumi, skuadra e Llapit rrezikon që edhe këtë edicion të mos i zhvillojnë ndeshjet këtu. Në mungesë të stadiumit, skuadra nga Podujeva përgatitet për edicionin e ri, po i zhvillon në Merdar. E sipas trajnerit Tahir Batatina, skuadra e Llapit do të kthehet në stadiumin Zer Pajaziti para se të fillojë sezoni 2016-2017. Dhe me datën 10 do të përfundojnë gjitha punimet në stadiumin Zer Pajaziti në qytet. Kthimi i Llapit në Zer Pajazit do të jetë një orë e fortë për çdo kundërshtar. Llapi në edicionin e ri ka synim të jetë në mesin e 5 skuadrave më të mira në Superligë dhe për këtë ka transferuar disa futbollistë. Fuad Karabegu, që erdhi nga Evalia, tregoi se pse zgjodhi Llapin. Jo marrë në ambient të ri, më ka pëlqyer plani domethënë që ka ky klub. Normalisht edhe kushtet edhe puna serioze dhe ajo oferta serioze që ardh më ka pëlqyer dhe kum vendos marrë këtë klubin e ri këtu. Ndërsa kapiteni Benjamin Emini po thotë se ekipi po komponohet çdo ditë më shumë. Po, përgatitjet po shkojnë shumë mirë, është fazë pak më e vështirë, po janë të shkuar shumë mirë, kemi filluar me kohë dhe gjithçka është në rregull deri tani. Ndryshe Llapi përgatitet për kampionatin e ri i ka filluar 3 javë më parë, kurse në ndeshjen e parë të edicionit të ri do të ballafaqohet me Prishtinën. Motor e vëlla Fabiana dhe Sebastian Bytyqi po konsiderohen talentet më të mëdhenj të boksit evropian. Derisa po qëndrojnë për vizitë në Kosovë, minuta e fundit ka biseduar me ta. Pati shpërthyer në lot kur e fitoi titullin botëror VBC për kategoritë e reja. 20 vjeçarja që jeton në Çeki, Fabiana Bytyqi, tash është me pushime në Kosovë. Tregon detajet e kësaj fitore të madhe. Në muajin 3 e kam pas luftën me Teodora Bacheva, ajo është i Bullgarisë, i ka 24 vjet, u kon për lehtë runde, ka 2 minuta, e kam fitu me pikë. E njëjta kundërshtare i kërkoi rimet sërish në qershor, por hëngri grushte të forta nga Fabiana, që e detyroi të përfundoj para kohë luftën. Muajin 6 e kam pas opet luftën me Teodora Bacheva, u kon opet për lehtë runda, po e kam sos në rundën 7, u kon si teka ajo ka vro dorën, atër e kanë sos në rundën 7. Këtë ripe don mbi gjithçka dhe thot se do ta ruaj me fanatizëm. Për mua është kret. Unë jam shumë qef që e kam fitu, jam tu munu me lonë sa magat sa mund me e pas. Fabiana Bytyqi do të ngjitet në ring sërish në tetore. Në karrierë ka 8 fitore, 3 me KO, asnjë humbje. Me boks mirët dhe vëllai i saj 18 vjeçar, Sebastian Bytyqi, që është boksieri profesional më i ri në Çeki, por përkundër kësaj, ai ka rrahur 8 kundërshtar e 7 prej tyre i ka shtrirë në tokë. Kundërshtari më rom tukon prej Maxharisë,
ka posem në Norbert Glück. Unë e kam fitu këtë luftën në rundën e dytë me KO. Vlla e motor ka një raport të jashtëzakonshëm dhe çdo ditë ushtrojnë bashk, madje në këtë aspekt nuk i kursejnë grushtet e shqelmat ndaj njëri tjetrit. Sebastiani tregon si ndihet kur në ring gjitet Fabiana. Kur hin ajo në ring, atër jas du me thënë që jam të tut, po e kam trem, më vjen gjyna pak. Pasi i përfunduan ushtrimet, të dy u veshën me simbolet e rënjve të tyre. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot udhëheqësit e ekipit olimpik të Kosovës. E pjesëmarrjen e 8 sportistëve në Rio 2016, Thaçi e ka quajtur fitoren e parë të Kosovës. Janë delegacioni olimpik i Kosovës. Ata të prirë nga kryetari i Kokut Besim Hasani ishin mysafir të presidentit Hashim Thaçi, por nuk erdhën duar thatë pasi këtij fundit ja dhurua një fanell të ekipit që do ta përfaqësojë Kosovën për herë të parë në Olimpiadë. E Hasani tregoi se kush është më meritori për këtë. Joja e Komitetit Olimpik nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar po e mundson edhe pjesëmarrjen historike të ekipit olimpik të Kosovës në lojrat olimpike që do të mbahen në Rio. Ndërsa tha që është i bindur se sportistëve nuk do të mungojë edhe suksesi në Rio de Janeiro. Prandaj unë duhet besoj që jo vetëm që do të marrin pjesë në Rio sportistët kosovarë, por nga Rio do të kthehen edhe si fitues, do të kthehen edhe me medalje. Bile presidenti shtoi se do të jetë i pranishëm në Olimpiadë. Do jemi bashkë edhe si përfaqësues të shtetit, duke marrë pjesë edhe në inaugurimin e lojrave, hapjen e lojrave, por në të njëjtën kohë edhe përcjelljen e garave të sportistëve. Ndryshe Kosovën në Rio do të përfaqësojnë 8 sportistë. Prej tyre vetëm judistet Majlinda Kelmendi dhe Nora Gjakova e kanë të plotësuar normën olimpike. Në Olimpiadën e vitit 2020, si sport olimpik pritet të pranohet edhe paragliding. Ky sport ka filluar të praktikohet shumë edhe në Kosovë e 2 gjyqtar kosovar kanë marrë pjesë në Evropianin e këtij sporti që u zhvillua në Lituani. Janë fushat e Vilnius, region ky në Lituani, ku po zhvillohet Evropiani i paragliding. Në këtë garë po marrin pjesë 76 pilot nga 18 shtete të ndryshme. E për të ndarë drejtësinë në këtë garë, Federata Ndërkombëtare e Paragliding ka ftuar për herë të parë 2 kosovarë. Ftesa për të ndarë drejtësinë i kishte befasuar gjyqtarët nga Kosova. Në momentin që pranum ftesën për me qenë pjesë e jurisë ndërkombëtare, ishte një sfidë veçantë, ishte një ndjenje veçantë. Me punu me një ekip ndërkombëtar edhe që kanë përvojë shumë të madhe, të jesh pjesë e këtij ekipi do të thotë shumë për ne. Ndërsa, Gjelan Leskovsi po thotë se takimi me gjyqtar nga gjithë Evropa do t'ju shërbej shumë. Në garën e Lituanisë kemi qenë gjithsejt stafi referave, kemi qenë 12, cilët kanë qenë nga Estonia, Lituania, Britania Madhe, edhe ne nga Kosova. Pas këtij prezantimi, 2 gjyqtarët nga Kosova kanë marrë ftesën që të ndajnë drejtësinë në kampionatin botror të paragliding. Vitin e ardhshëm planifikohet që në Shqipëri të bëhet kampionati i botës, që është ngjarja më e madhe e sportit tonë. Edhe me rastin e kësaj ngjarje aty duhet të inkuadrohet dikush nga stafi që të jetë profesional, pasi që do të ketë pilot nga gjithë bota. Kurtishi e Leskovci do të jenë gjyqtarët kryesor edhe në kampionatin ndërkombëtar që zhvillohet pas një jave në Dërmi. Partizani i Tiranës ka kaluar në rrethën e 3 të kualifikimeve në Ligën e Kampionëve, kurse 3 kosovarë kanë luajtur në supermiqësoren evropiane mes Bayern Munich dhe Manchester City. Këto dhe detajet tjera i shohim te lajmet flash. Stanislav Shestak, Portieri i Partizanit të Tiranës Alban Hoxha është treguar heroi i ekipit shqiptar. Ndeshja me kampionin e Hungarisë, Ferencvaros, përfundoi 1-1 si e para në Shqipëri, kurse në penallti Hoxha ndali 3-11 metërsha. Madje ai e shënoi edhe njërin penallti në stilin Panenka për 3-1. Kështu Partizani siguron rrethën e 3 të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve, ku do të takohet me Salzburgën e Austrisë, kurse nga kjo fitore ka fituar 250.000 euro.
Në derbin miqësor evropian Bayern Munich Manchester City, në fush janë futur 3 futbollistë kosovar. Guardiola i Cityt në përballje me ish-klubin futi në fush 2 futbollistët Prizrenas, Bersan Celina dhe Sinan Bytyqi, kurse ai i Bayernit Carlo Ancelotti i dha pak minuta futbollistit me përjardhje nga Shtimja, Meritan Shabanit. Këtu fituan gjermanët 1-0 me golin e turkut Erdal Ozeturk. Interi ka shënuar fitore 2-1 në miqësore kundër ekipit amerikan Real Salt Lake. E ajo që ka bërë më së shumti për shtypje është goli i fitores për italianët. Stevan Jovetic bëri atë që rrallë ndodh në lojën e futbollit, duke shënuar me thembër, edhe pse prapa shpinës kishte portierin dhe një mbrojtës. Pasi trajneri kombëtares angleze Roy Hodgson dështoi në Euro të Francës dhe liroi këtë post, federata po mendon që drejtimin e ekipit ja jap trajnerit të Sunderland, Sam Allardyce. Bisedimet mes klubit Sunderland dhe federatës thuhet se ka nisur sipas mediave britanike dhe shumë shpejt do të bëhet zyrtarizimi i tij. Ishin edhe lajmet e fundit për sonte nga sporti. Na i lëkushtrim natën e mirë. Faleminderit Emanuel, do të shihemi prapë në edicionin tjetër. Ishte vërtet kënaqësi kur shohësh klubet shqiptare që kalojnë në ture, siç është eventi i Ligës së Kampionëve. Kishim fatin në Ile që vitin e kaluar Skënderbeun ta shohim thuajse deri tek porta e grupeve të Ligës së Kampionëve, por që në penallti ishte eliminuar. Shpresojmë se fat më të mirë, më të mbartë ketë Partizani tani. Do të flasim për koncertin e këngëtares kosovare me famë botërore Dua Lipa, i cili do të mbahet në Parkun e Gërmisë në Prishtinë dhe atë më 9 gusht. Parat për shitjen e biletave do të shkojnë për bamirësi në Kosovë, me që rast mjetet e grumbulluara shkojnë në fondacionin bamirës Sunny Hill të krijuar nga Dua Lipa. Këto të dhëna i bën të ditura gjatë një konference për medjet të kryetarit Prishtinës Shpenda Ahmeti, Ernest Jusufi, drejtor ekzekutiv i Bira Pejës, dhe Dugaxhin Lipa, drejtor ekzekutiv i Republika Communications, i cili njëherësh është edhe babai i Duas. Me këtë rast, rokeri famshëm i grupit Oda tha se vajza e tij ka shprehur dëshirën që pa asnjë përfitim material ta mbajë koncertin në Prishtinë. Këngëtarja kosovare me famë botërore do të vijë në Kosovë më 7 gusht, ndërkaq biletat për koncertin e saj që mbahet më 9 gusht do të shiten nga 10 deri në 15 euro. Po ashtu në konferencë u bë ditur se shpenzimet teknike të këtij koncerti do t'i mbulojë Komuna e Prishtinës, kurse sponsor general do të jetë Bira Peja. Në Shqiptar që sonte kemi një gjetje mjaft interesante për një frot të sezonit, bëhet fjalë për shalqinjt, e cilët shpeshherë kur jemi në natyrë kemi problem se si t'i ftohem, por në Gostivar, fotografia është bërë në Gostivar të Maqedonisë dhe shohim se është gjetur një zgjidhje mjaft funksionale. Ata janë vendosur në këtë ujë mbase të ndonjë lumit të rrjedhshëm. Në fakt, kjo tregon edhe për një detaj tjetër të shqiptarëve, mbase për varfrin, për faktin se më parë, jo tani, shumica e familjeve nuk kishin frigorifer. Në duel, sonte kemi deputetin Gzim Kelmendin dhe analistin Dardan Gashin. Ata debatuan ashpër në infomagazin rreth islamit si dhe grushtetit në Turqi. Ka të dëshmuar edhe me praktik, është i vetmi ministër që ka thonë zonit do të kosovë. Mos të ndërpresëm kjo përgjigje. Jo pra kur dush, disa ki boti domi që ki bo Kosovës si se ka bo kosh. Ti ki dosh me prish tolerancën ndërfetare. Po çfarë më zoni keni prish ju të pruar arabizëm këtu mor me arab politik punë. Ju e keni pruar këtu. Ju e keni pruar këtu. Po kush arab? Na jemi kur muslimanë dhe para juve. Apo kupton? Kur kush po thot kush o ko para. Ti ke pruar rregullat e reja këtu. Kush po thot që kena pruar rregull? Por kundrazi unë ty në shumë rregullat e reja. Ju keni pruar teloshe. Organizimi i zonit është në Stamboll Erdoganit, organizimi e zonit është çdo shtetë. Ministria e planifikimit se ka rregulluar, ka rregulluar Bashkia Islame. Pse po vjen Bashkia Islame? Pse po shkon me kërku falë për Islame? Dim se s'keni dashur me shtyp, se doni keni. Jo, çeveria jote s'po don. Çeveria jote s'po don. Çeveria jote s'po don. Edhe e dyta po ta them. Çikjo çeveria jote po don. Është turp për çeverinë e Kosovës, Farnias ka pas gjepin e saj. Në shqyrtë s'ka mosi ti. Një video që do të shohim në këtë rubrikë raportohet jetë bërë në Durrës. Nuk ka nevojë për më shumë koment, po s'juftoj që ta shikoni.
Në fakt, për komente nuk ka nevojë asnjë fotografi që do ta ndjekim në vazhdim dhe e cila na vjen nga Maqedonia. Po e shohim një person i cili ka bërë synet djalin e tij të vogël dhe shikojeni formën se si ka zgjedhur që t'ja jap vendit të tij këtë lajm. Pa koment. Pjesa e sipërme e veturave vetëm për këto gjëra nuk janë. Do të tërshasës dhe të lash në det, si dhe kjo këtu. Si dhe stjetë, shqiptarët gjejnë edhe këto forma. Jemi tek minuta e çuditërave, do të shkojmë në New York. Faktikisht kjo video që do shohim paraqet një gjë mjaft interesant, mjaft rrezikshme. Është një shitës në një dyqan i cili në momentin kur dikush me armë hyn dhe dëshiron ta plaçkis, vendos t'ja kap armën, dhe me të vërtet nuk e konteston askush që kjo është një veprim, si të themi, goxha trimëror, por që edhe një herë kaq është i rrezikshëm, pasi që nëse në këto momente do të thotë kjo armë do shkrej, po atëherë sigurisht do të kishte pasoja fatale. Pra ky është momenti kur shitësi për të mos ju dorëzuar hajnit i merr armën nga dora dhe ja se çfarë bën, lufton me te, por që për fat të mirë do thotë e tëra përmbyllet pa pasoja. Ishin edhe komentet e qytetarëve amerikan në Facebook ku e mora këtë video, që thonin që më shumë se sa trimëria do duhet t'ishte faktikisht kujdesi dhe nuk e përkrahën do thotë iniciativën e këtij që për t'ja kap armën. Goxha e rrezikshme. Shumë. Ujë rrugove, jepi ngjyrë verës. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Temperaturat janë në ngritje, Antigona më së miri do të na tregoj. Po. Atëherë sot mbi vendin tonë pritet të mbajmë aty kthjellë dhe me rrezet të diellit gjatë gjithë ditës së sotme. Temperatura më të ulët në mëngjes pritet ta shënojë Mitrovica me 12 gradë Celsius dhe do vazhdojë deri në 13 gradë në kryeqytet, kurse nga pjesa e dytë e ditës temperatura do të ngriten ku do të shënojë nga 26 gradë në Prizren, 27 gradë do të jetë maksimalja në qytetin e Pejës, kurse Gjakova me 3 gradë më shumë pritet të mbajë temperaturën më të lartë se për ditës së sotme deri në 30 gradë Celsius. Mot i kthjellë dhe me rrezet të diellit pritet të mbajë edhe në Shqipëri. Vendi me temperaturë më të ulët në mëngjes pritet të jetë Korça me 10 gradë Celsius dhe do vazhdojë deri në 15 gradë në Peshkopi, kurse nga pjesa e dytë e ditës temperatura do të ngriten ku do të shënojë nga 31 gradë në Tiranë, 32 gradë do të jetë maksimalja në Berat, Elbasan dhe Sarand, kurse Fieri me 1 gradë më shumë këtë herë do të jetë vendi më i ngrohtë sa për ditës së sotme deri në 33 gradë Celsius. Pjesa më e madhe rajoni do të përshkohet me mod pashtu të kthjellët me intervale kohore me diell. Rrëzhaja edhe për ditën e sotme do të jetë vendi më i freskët me 10 gradë Celsius dhe do vazhdojë deri në 13 gradë në orë, kurse nga pasditja temperatura do të ngriten ku do të shënojë nga 29 gradë në Shkup, 30 gradë në Tetov, kurse Podgorica edhe për ditën e sotme do të jetë vendi më i ngrohtë me 32 gradë Celsius. Kalojmë në kontinentin evropian dhe shohim që Europa do të përshkohet me mod të ndryshueshëm, vranësira të kohë paskoshme, diell e në disa vende pritet të ketë mundësi të rreshjeve të shiut. Temperaturat në mëngjesin e hershëm pritet të shënojnë nga 15 gradë Celsius në Oslo dhe do vazhdojë deri në 17 gradë në Moskë, kurse nga pjesa e dytë e ditës temperatura do të ngriten ku do të shënojnë nga 33 gradë në Athinë, 35 gradë do të jetë maksimalja në Rom, kurse Athina do të jetë vendi më i ngrohtë sa për ditës së sotme deri në fakt Sevilla me 39 gradë Celsius. Atëherë do shkojmë në Amerikë, ku një re e madhe e pluhurit ka mbuluar qytetin e Casa Grande të Arizonës gjatë ditës së djeshme. Pamjet shfaqen se si i gjithë qyteti mbulohet nga pluhuri për një kohë shumë të shkurtër. Kjo ka ndodhur si pasojë e thatësirës së madhe dhe mungesës së rreshjeve të shiut në këtë pjesë të Amerikës.
Nga kjo video, i rikthemi Prishtinës për 6 ditët vjuese dhe parashkimet tregojnë që do të ketë mot të kthjellët dhe me rrezet e diellit, e në ditën e hënë pritet të ketë dhe rreshje të shiut. Temperaturat minimale do të cilën nga 13 deri në 18 gradë Celsius, kurse ato maksimale nga 27 deri në 32 gradë Celsius. Në fund e shohim dhe grafikën e Kosovës për 3 ditët vjuese dhe parashkimet tregojnë që do të ketë mot të kthjellët dhe me rrezet e diellit. Temperaturat minimale do të cilën nga 13 deri në 15 gradë Celsius, kurse ato maksimale nga 27 deri në 31 gradë Celsius. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Komodita Home vjen me super ofertë deri 60% zbritje. Sa çarshafësh 100% pambuk nga brendi Tash prej 68 në 30 euro. Nxitoni, produktet janë të limituara. Komodita Home. Jemi tani tek çfarë ka sot dhe fillojmë me një aktivitet i cili do të kushtohet mërkimtarëve, bashkëdhetarëve tanë, në kujdesin e Kadri Veselit, pra kreut Kuvendit, si dhe Forumit për Transparencë Parlamentare, Kuvendi do të organizojë aktivitetin tradicional Bashkëdhetarët në Kuvend. Dhe me këtë rast do të hapë dyert e veta ky institucion për të gjithë mërkimtarët e interesuar që ta vizitojnë atë, duke filluar nga ora 11. Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Agjencioni i Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar do të lansojnë projektin e ri për zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore. Dhe për fond është ceremonia e hapjes së festivalit P+, festival ky i muzikës, artit dhe teknologjisë, i cili do të fillojë ceremoninë e tij në Parkun e Gërmisë. Emisionin e sotëm si dhe emisionet e kaluara mund t'i shihni në faqen tonë në Facebook Ora e Fundit, si dhe mund të na shohni për çdo gjë në email adresën tonë oraefundit@klankosova.tv. Faleminderit për vëmendjen tuaj, do të takohemi sërish në orën 23. Natyrë mirë. Mirupafshim. Natyrë mirë.